Okej, sa prej jush kanë qenë ndonjëherë në Mitrovic, në një prej qyteteve më të bukura të Kosovës. Shoh një dorë atje. Okej, në diku ke 300 kusur veta që jemi, vetëm 2 veta, bashkë me mua 3, u bëm 3 që kemi qenë në Mitrovic. Por pra 3, domethënë ishte zonjusha aty, u bëm 4. Mirë po, nëse nuk keni qenë ndonjëherë në Mitrovic, po ja u them, është një qytet i vogël i cili për 20 minuta shëtitet të gjithi, aq mbaron. Dhe nga Mitrovica në The Voice, përpara diku ke 13 javësh, na erdhi një vajzë e vogël. Me kalivin e javëve, sidomos në këto netët live, ajo është rritur, është bërë një vajzë e madhe, është bërë një super girl, e cila sonte të këndoj një super song. Flas për Vjosën. When you need me there, with you I always share. Because when the sun shines. Vjosa kësaj radhe do bëj vërtet një super show të kompletuar. Pasi ne Vjosën në herët e kaluara e kemi njohur më soft, më emocionale. Kësaj radhe Vjosa do vi me këngën Umbrella nga Rihanna, e cila do jetë e kuruar deri në detaj për sa i përket edhe performancës saj në sken. Pra sonte Vjosa do jetë përveç këngëtares edhe një super show girl. Ke shumë kujdes që mos ta nënvlerësosh këtë këngë, nuk është aq e lehtë sa ç'duket. Okej? Do të japësh më shumë aksen gjërave, do t'i mbash ato fundet pak më të gjata, që hyn pastaj në një. Është një zhandër krejt ndryshe që nuk e kam sjellë deri më tash. Është një zhandër R&B, e cila kërkon shumë impenjim në këngë, kërkon edhe një performancë ndryshe nga që kam sjellë deri tash. Come on, Vjosa. 2, 3. No clouds in my storm. Let it rain. When the sun shines, we'll shine together. Told you I'll be here forever. Said I'll always be a friend. Sticking up, I'm sticking out till the end. And now it's raining more than ever. Know that we'll still have each other. Because then under my umbrella. Be worlds apart, maybe in magazines, but you still be my star, baby. 'Cause in the dark,
Faleminderit shumë. Vjosa këndoi Umbrella të Rihanës, një këngë super aktuale për sa kohë në të gjithë Shqipërinë e Kosovës, është duke rënë shi dhe duke rënë borë. Kështu që në një çadër na duhet vajza dhe shiu. Djalin gjithë ajo nuk kishte djaloshin. Kurkum s'kishte këtu. Jo, me ka shumë efekte speciale se jam duke vënë në skenë, unë ndonjëherë ka zënë frika të hipi apo jo, do dalin në një kështu. Alma. Ja pra, ajo Mitrovica e vogël që hecët për 20 minuta ka nxjerrë shumë artistat mëdhej me kalimin e kohës. Dhe shpresoj që edhe Vjosa tradhitet në atë, si thush, në wallin e famës, ku ka shumë këngëtar dhe shumë muzikant të mirë ajo Mitrovica. Do t'i kthem këngës. Fillimi i këngës pak mu duk si pasigurt. Mu më po përshtypje shumë, sepse kjo vajzë mrapa skenës nuk është shumë energjike, po është shumë e vendosën. Dhe sa del këtu, sikur, nuk e di, sikur pak bëhet si akoma më e qetë, por unë që ka pëlqej shumë të Vjosa, janë ato vibratot në fund të çdo fraze që i ka perfekte. Elton? Po, edhe fillimi është e vërtet, Vjosa ishte pak poshtë me intonacion. Dhe kjo jo për faj të Vjosës, mendoj që diçka mund të mos shkuar mirë me dëgjimin që ka pasur, sepse gjatë momenteve të tjera, kur kënga është e njëjta këngë dhe refreni është në po të njëjta nota, Vjosa e realizoi këngën shumë mirë. Gjithsesi unë pash një lloj tendence për të imituar pikërisht ke vibratot që Alma thot vetë këngëtarin Rihanna, unë do kisha preferuar një diçka pak më origjinale nga Vjosa, gjithsesi mua më duk një performancë shumë okay, kështu që urime. Ty të ka zënë ndonjëherë shiu pa çadër si dritë, jo? Shumë herë, sepse unë kam punuar djaloshi dhe shiu, e kujton ti po. Megjithatë, diçka më bën dyshoj që Miriam Cani ka miq tek shërbimi meteorologjik shqiptar, ose edhe i huaj, që i ram kokë direkt under my umbrella, sot pikërisht filloi shiu. Ishte folur me Luanën në fillim të javës, ishte thënë si do jetë motë. Ndoshta, këtë se di. Vlen për t'u theksuar fakti i fillimit i asaj pasigurisht, nuk e di me të vërtet çfarë mund të ketë ndodhur. Megjithatë më pëlqeu shumë reagimi i Vjosës, sidomos mbas asaj notës gjatë koronës që mbajti, aty filloi të shpërndante më tepër energji. Më pëlqen sepse e kontrollon emocionet në një farë mënyre, ndoshta edhe për shkak të moshës saj të vogël, nuk jepat nervin. Megjithatë çdo këngët nuk i ngjasin njëra tjetrës, prandaj edhe ajo bën mirë që këngët i shijon sipas natyrës që ato kanë. Megjithatë me Eltonin diskutuam pak më përpara mënyrën e veshjes saj. Eltoni tha Black Swan, tha mjellma e zezë. I kujtoi Natalie Portman. Edhe ashtu duket në fakt. Po, ka. Ka kapur me mjellmat kjo, si njerëz si mjellë me bardhë. Megjithatë për mua performanca domethënë është në kushtet e optimales. Okej, me probleme apo pa probleme në fillim të këngës, nëse juaj ju ka pëlqyer dhe mbi gjitha nëse Vjosa është e preferuara juaj, atëherë votojeni në 55099 duke dërguar me mesazh emrin e saj Vjosa. Votimi do të hapet në përfundim të gjitha performancave të ekipit të Miriamit. Vjos, faleminderit. Pa çfat. Harrova Miriamin do thuash ti. Sikur Miriamit mos e jap fare fjalën ç'a bëhet. Ti po vdes që të thot Miriam ishte shumë mirë, artistja më e mirë, po mbaron për këtë pjesë. Miriam? Jo, unë doja t'ja kurseja këtë, sepse e di që ti do i thush fjalë të mira, prandaj. S'ka problem, nuk ka problem, falet. Unë për Vjosën doja thoja dy gjëra të vogla. Neve me Vjosën kemi vajtur faktikisht nga shfaqja në shfaqje drejt një, si mund ta them, drejt një kompletimi artistik, domethënë nuk ishte më sonte ajo Vjosa që ne kemi njohur javët e kaluara ku dhe performanca e saj ishte përqendruar më shumë tek vokali, sot ajo përveç këndimit pati dhe performancë, pra një gjë që gjithsesi bazohet edhe tek eksperjenca, don shumë punë për të ditur që të nxjerrësh të dyja në mënyrën më të mirë të mundur. Por sidomos rasti i Vjosës, mbase Vjosa mund të jetë një nga ato këngëtarët ku mendimi
mendimet vërtet mund të ndahen a është këngëtare e mirë apo jo, por unë ndjek atë filozofinë e stilit sepse një rast konkret për shembull ka qenë edhe me që ne jemi te The Voice këtu, tek The Voice of America, ku një vajzë me emrin Dia Frampton doli mbas fituesit që ishte Javier Colon, zuri vendin e dytë dhe pushtoi zemrat e amerikanëve pikërisht me performancën e saj me këngën Losing My Religion, duke e interpretuar në mënyrë më të ëmbël, po ishte pikërisht stili i saj që pushtoi zemrat në Amerikë dhe zuri vendin e dytë. Pra unë jam dhe gjithmonë do vazhdoj të ndjek atë filozofinë e stilit e asaj gjës që është gjetje, domethënë jo vetëm vokali, po një paketë në tërësi dhe unë këtë gjë e kam parë që në momentin e parë tek Vjosa dhe do vazhdoj gjithmonë ta suportoj. Edhe mbas The Voice. Zemra e Vjosës nga po rrihte normal kështu pum 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 pum, sa filloi të flisje ishte pum 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 pum. Faleminderit, pa çfat.